Rikthehemi në transmetim të drejt për drejt. Në këtë pjesë të dytë do të jemi rreth 30 minuta për të folur për ato çfarë ka ndodhur me Ilir Metën dhe Monika Kryemadhin. Të dy janë tashmë zyrtarisht të pandrehur për 3 çështje, në fakt, të cilat ne do të kemi mundësi me avokatin ti analizojmë, po fillimisht ndjekim kronikën e parë që flet për ato çfarë ka ndodhur sot me marrjen në pyetje dhe komunikimin e akuzës për të dy, edhe për ish presidentin edhe për ish bashkëshorten e tij Monika Kryemadhin. Ndjekim kronikën dhe rikthehemi. Shtatë muaj pas arrestimit, ish presidenti Ilir Meta tashmë është marrë zyrtarisht i pandehur. Kreu të Partisë së Lirisë janë komunikuar nga SPAK akuzat e korrupsionit, pastrimit të parave dhe fshehjes së pasurisë. Me të njëjtat akuza, prokuroria e posaçme antikorrupsion ka marrë të pandehur edhe ish bashkëshorten e tij Monika Kryemadhi. Akuzat i janë komunikuar nga Altin Dumani, Arben Kraja dhe Sotir Klapi, prokurorët e dosjes e cila përfshiu 3 hetime në një: aferën Çezdia, skandalin e lobimit të LSI në SBA dhe hetimin pasuror. Akuzat pritet i komunikohen në vijim edhe të hetuarve të tjerë, Ema Çoku e Pirro Xhixho. Lajmi për ndryshimin e statusit penal në përballje me drejtsinë bëri që kreu i PL-s të kishte komunikimin e tij të parë me mediat përmes telefonit të avokatit, ku nuk harroi të sulmonte SPAK. Nuk kam kur ndërmend të kërkoj as mbylljen e procedurës, asgjë, mezi po pres në sallën e gjyqit ku do jeni ju, ku do ketë gazetarë ndërkombëtar, në mënyrë që të shikoni faktet edhe provat se çfarë është kjo organizat në shërbim të veprave të Edi Ramës. 2 orë në SPAK qëndroi Monika Kryemadhi, e cila edhe ajo foli për përballje në gjyq. Pra është e njëjta gjë që ka qenë në tetor, pra që vitin e kaluar në tetor. Besoj që shumë shpejt vazhdojnë, akoma janë në proces hetime, besoj që do kemi dhe një thirrje tjetër. Sigurisht që kur të filloj gjyqi, ne do ta bëjmë të hapur, do t'ju ftojmë të gjithë juve që t'jeni prezent aty. E tëra, ajo që është, vetëm tashmë do ta fillojmë dhe prokuroria do ketë evidencat e veta, ne do të kemi evidencat tona dhe do fillojmë ballafaqimin, po themi, në gjykat. Edhe më jashpër ishte vetë avokati i ri i Metës, Kujtim Cakrani, që shpjegoi se pse ai zëvendësoi Genc Gjokutajn, i shkarkuar 2 javë më parë. Kjo është një çështje e montuar pa dyshim politikisht dhe do të kuptoni diçka se ju nuk e keni kuptuar akoma. Në autokraci nuk ka prokurori të lirë dhe gjykata të lira. Në autokraci i drejton autokrati të gjitha veprimet. Dhe autokrati i Tiranës ka drejtuar veprimet të gjitha drejt zotit Meta. Padyshim do jetë një proces i shekullit. Ky do jetë proces i shekullit që të kuptojnë dhe shqiptarët që kjo prokurori po ka bërë inkuizicion ndaj presidentit të Republikës. Përmes avokatit Meta, përgjegjësinë e kaloi te ish bashkëpunëtorët e tij në LSI, Petrit Vasili, Endrit Brahimllari apo Luan Rama, për të cilët tha se ata duhet të ishin të pandehur. Shumë persona të tjerë që ju e dini shumë mirë, që kanë qenë dhe pjesë po deshët ju e Partisë Lëvizja Socialiste për Integrim, të cilët duhet ishin realisht të pandehur dhe jo zoti Meta, sot janë të lirë, madje ushtrojnë dhe funksione publike, pra funksionarë të lartë në atë parti, të cilët kanë përgjegjësi direkte për sa i përket lobimeve, për sa i përket njohjeve, për sa i përket pagesave po deshët ju. Meta, që prej 21 tetorit të kaluar ndodhet në arrest me burg, ndërsa Monika Kryemadhi me masën detyrim paraqitje. Kryemadhi Meta tashmë ligjërisht të divorcuar akuzohen se ndër vite kanë ushtruar pushtetin e tyre për të përfituar pasuri në mënyrë të palishme dhe kanë fshehur burimin e tyre duke përdorur edhe familjarët. Kjo pra ishte kronika, ndërkohë unë jam sërish me Arni Balën dhe avokatin Përparim Çaça. Duhet të ishte në fakt edhe zoti Alit Valteri, i cili ka denoncuar Ilir Metën për lobimin në Shtetet Bashkuara të Amerikës për shkak të një problemi familjar, nuk është do t'i pranishëm, kështu që ne do ta vazhdojmë avokat, ndoshta tek ajo çfarë tha avokati Cakrani, i cili tha nënvizoi që duhet ishin të tjerë të pandehur, duke lënë të kuptohet që vepra është aty, por nuk është Meta autori ose përgjegjësi. Ky është një pohim i rënd apo jo, në raport me marrjen ose me njohjen e veprës. Pra në një farë mënyrë avokati e njeh që ka një vepër penale aty, po sipas tij nuk është Ilir Meta, po janë të tjerë zyrtar të LSI-s dhe kanë përshtypjen më shumë është çështja e lobimit në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ta kapim te ky moment? Jo vetëm. Po?
Ajo që është rëndësishme edhe për publikun, do të kemi parasysh që tashmë ka ndryshuar statusi, pra nga një person i dyshuar për kryerjen e atyre veprave penale të cilat ai akuzohet, tashmë është i pandehur, pra statusin e të pandehurit. Pikërisht për këto vepra penale. Normalisht hetimi nuk ka mbaruar, derisa të shkojmë në përfundim të hetimeve dhe më pas që dosha të shkojnë në gjykatë dhe do jemi në seancën paraprake, ku gjasat janë të paktën në kuptimin e praktikës gjyqësore është pothuajse e pamundur tashmë që çështja mos kalojë në përshqyrtim ose më themi për gjykim, me gjykim të zakonshëm të paktën në qasjen që ka pasur edhe zoti Meta deri tani në lidhje me akuzat që janë bërë. Ndërsa për sa i përket këtij momenti, unë besoj që do duhet të saksohet më mirë, nuk e di duke qenë se avokati ka pak kohë që e ka marrë çështën për mendimin tim, do duhet të bëj strategjinë së bashku me klientin në lidhje me këtë qasje që ka, sepse de facto duket sikur pranohet që ekziston kjo vepër penale, pra lobimi është i palikshëm, por ndryshon subjekti veprës penale. Pra nuk është zoti Meta, po mund të jenë persona të tjerë. Unë besoj që do duhet të këshillohet, ose më mirë themi, të njihet mirë me dosjen dhe me qasjen apo strategjinë që ka së bashku me klientin në lidhje me këtë vepër penale. Ndërsa për sa i përket veprave të tjera është për tu parë, edhe sepse normalisht kjo çështje është lidhur edhe me persona të tjerë, të cilët do të gjykohen. Një pyetje procedurale. Komunikohet akuzat të dy, Ilir Metës dhe Monika Kryemallit, ndërkohë hetimet vijojnë. Mos ka diçka këtu që tonon, apo shkojnë bashkë këto? Shkojnë bashkë, do të thotë që tashmë prokuroria është e bindur në lidhje me pikërisht me ato akuzat të cilët personi ka qenë i dyshuar, tashmë ai merr statusin e të pandehurit, është një moment procedurial, po themi, më i fortë në kuptimin e asaj çfarë pretendon prokuroria pikërisht në një proces penal. Kështu që kjo nuk ndryshon asgjë, në lidhje me të, askush nuk mundet dot prezumimi i pafajësisë është aty, është aktual, derisa të përfundojë procesi me vendim formës prerë. Ka një punë goxha përpara zoti Meta dhe mbrojtësia apo mbrojtësit. Vetëm një pyetje kam këtu, sepse në lidhje me fajësim, nëse hetimet vijojnë, nuk është se u bë panderë dhe u bë fajtor. Mbetemi te procedura, sepse hapi i mëpasëm është çuarja e dosjes në gjykatë. Do të përfundojnë hetimet. Pikërisht pra. Pra dosja nuk shkon në gjykatë deri të paktën minimumi deri në tetor, ku është menduar vijimi i hetimeve. Hetime. Patjetër, besoj që ka nevojë akoma për hetime të tjera, derisa po themi sa janë afatet, deri në tetor është maksimumi? Ka vendosur tashmë, deri në tetor besoj, sepse bëhet shtyrja e afateve, që në një farë kuptimi edhe pa deri në tetor Ilir Meta bën një vit në burgim. Okej. Anëri? Këtu flasim pak për aspektin politik, se si kolega gazetare dhe mund ta Mund të flas gjitha aspektet? Po, jo, duhet të them, mund ta kalojmë pak etikën gazetareske. Mosvall edhe në këtë rast Spaku është treguar i kujdesshëm duke mos çuar ashtu si në rastin Berisha, gjyqtarja e shtyu çështjen pas votimeve, edhe Spaku përfundoi hetimet ose komunikoi akuzën pas votimeve, pra kemi edhe këtu aspekt që lidhet me votimet? Ndoshta mund të dyshojë disi, por nuk e besoj. Ka disa veprime tjera që për shembull dyshojnë, mund të arrijmë të dyshojmë standardet e Spakut, por nuk është rasti konkret. Unë besoj se kjo është marrja e pandehur të zotit Meta, nuk ka të bëjë me sepse Spaku e njihte shumë mirë nëse zoti Meta fjala vjen në zgjedhjet 11 maj do të merrte mandatin e deputetit, prapë procedurën Spaku nuk do të rriqej nga kërkesat në parlament për heqjen e mandatit të këshillit mandateve, kështu që nuk besoj se ka të bëjmë me këtë kryesisht. Nuk është rasti. Sepse e tha tani pas zgjedhjeve, kjo është për t'u parë, ose afatet hetimore tani nuk i përcaktojmë dot ne, por mund të dyshojmë a priori që kjo u bë për të mos thënë që ta bëm përpara, po ti prap do të çonim për pandehur. Tani kemi akuzën, pastaj çore çështjes së gjykim, procesi është mjaft i gjatë, duke pasur parasysh akuzat, apo si thuash volumin e hetimeve që janë bërë deri tani për zotin Meta. Ajo që të bën habi, ose të paktën ajo që të kërcet është deklarata që tham për avokatin, pavarësisht se zoti Çaça e kaloi me diplomaci, si thuash, është
problematikë kur do të godasësh, kur e kthem politikisht çështjen, atë që Meta deri sot paktën e pati ezauruar dhe e pati ndaluar që luftën frontale që bëri me SPAK-un për treguar se jam vazhdon ai e bën. Treguar se jam i djegur politikisht dhe jo se kam kryer një vepër penale, pra po sulmojmë nga Edi Rama dhe SPAK-u vegël e tij, po vazhdon ta bëjë edhe në këtë kontekst, po duke bërë gabime, duke thënë që vepra është, por nuk e ka bërë ky që keni kapur, po e kanë bërë disa subjekte të tjera, por faktikisht ky mund të shohet. Nuk mund ta paragjykojmë, nëse kjo është, po themi me dashje, nuk mund të paragjykojmë strategjinë që ka mbrojtur. Jo, të njëjtën, patjetër. Patjetër, pra në atë që ndoshta, nuk po them që po paragjykoj, unë mund dojmë ta lexoj atë që do thotë avokati, që kryesisht besoj se është konsultuar disi për treguar që është më shumë që pse s'kapni ata, duke parasysh se zoti Ibrahim Llari është tek lista e Partisë Socialiste. Kështu që në këtë kontekst e hedh pse nuk kapni ata që ja kanë qenë, si thuash, merr kontekst politik, po themi. Merr kontekst politik, pra unë jam, kjo ka qenë gjithë lufta e Medës deri më tani. Pra nga tetori i vitit kaluar deri tani ka qenë kontekst politik. Nuk është folur nëse e ka bërë apo se ka bërë. Gjithmonë kemi dalë në studio, kemi folur vetëm për arrestimin. Ajo që ka është strategji juridike, nuk është aq e pafajshme ajo gjë që po thotë. Është strategjia e zotit Meta për treguar se unë fakt po goditem politikisht, po unë vepër nuk kam bërë, se po të kisha bërë vepër, do të ishte edhe bashkëpunëtorët, minimalisht bashkëpunëtorët e mi ose personat që janë marrë me lobimin apo me çështjen çesdia, pse janë vetëm unë. Dhe kjo është legjitime. Kjo ndoshta për të shërbyer më mbrapa pastaj në shumë rëndësishme kjo ndoshta për të shërbyer më mbrapa dhe tek në Strasburg, gjykata e Strasburgut. Se për shkak të, më fal, vetëm ta saksoj diçka se do për shkak se zoti Meta, duke pasur zonja Monika Kryemadhi në gjyq, duke pas mandatin e deputetit, pra zyrtari i lartë e përshpejton. Me anë të Monikës Kryemadhit mund të përshpejtojnë çështjen e një vendimit gjykatës Strasburgut. Pra zoti Meta sot s'ka asnjë fuqi politike, si thuash, apo tagër si zyrtari i lartë, zyrtar i shtetit shqiptar. Po me anë të Monikës Kryemadhit mund të kërkoj në Strasburg probleme që janë bërë qoftë për arrestimin, qoftë për goditjen politike, sikur se pretendon ai, apo shkele tjera që mund të jenë jo profesionale nga ana SPAK-ut. Po nuk kemi këto kondita, jemi në kondita për të parë se çfarë në kushtet kur do të shohim se a është kryer vepër penale apo s'është kryer vepër penale. Pastaj nëse ka të tjerë të përfshirë, mund të pjesë edhe Por mendimin tim tashmë procesi ka hyrë në një moment procedural shumë të rëndësishëm. Po. Që do duhet domosdoshmërisht të ketë përballje ligjore. Patjetër. Dhe jo deklarata politike. Është bërë ky gabim në masën e sigurimit, për mendimin tim. Patjetër. Nuk mjafton. Pra të bësh këto, po themi, deklarata politiku, pa madje ishte shumë i ashpër në seancën, po themi, të vlerësimit masës, zoti Meta, me që më kujtove masën, mund kërkoj Ilir Meta sot? Gjithmonë mund ta kërkoj. Po sot është një rrethan që ai mund ta përfitojë për shumë, duke përfituar nga precedenti i zonjës Davilli që liroi Berishën nga masat e sigurisë? Në çdo moment ai mund ta kërkoj. Po. Akoma s'ka shkuar në seancën paraprake, sepse ishte gjyqtare e seancës paraprake që bëri zëvendësimin e masës. Po, zëvendësimin e bëri përpara se të shkuar mase, të jemi korrekt, po themi, nga ana ligjore. Dhe më pas ishte gjykata e Apelit strategjisht që bëri, po themi, atë riktimin e një lloj mase. Duke i dhënë një masë më të butë, po themi, që ekziston. Në rastin konkret, pra deklaratat politike në një proces gjyqësor tashmë, ku do duhet të merresh me akuzat për të kundërshtuar ata, dhe një farë kuptimi edhe pse barrën e provës e ka prokuroria për të vërtetuar që je fajtor apo jo, gjithsesi ti do duhet të mbrohesh me argumente ligjore tashmë dhe jo me, po themi, me deklarata politike për të thënë. Madje unë mikun tim fatikisht e këshilloj që edhe, po themi, avokati, që kam shumë respekt, do duhet sa më shumë të distancohet nga pjesa politike por të orientuar 100% tek argumentet juridik në lidhje me të. Po mirë, argumentet juridike i mund t'i bëjë atje, problemi është se kur del në media, bën argumenta politike. Qoftë edhe në media. Se deklarata mediatike janë rënduese për të? Jo se janë rënduese. Do duhet të fokusohemi tashmë tek argumentet juridike. Jo, po flasim për strategjinë e Metës, nuk është se ne fokusohemi, ne përcjellim ç'a është në seancë. Për mua nuk kontribon fare në asë, nuk kanë asë lloj vlere. Tashmë do duhet të kundërshtosh pikërisht ato akuza me prova, me fakte që nuk ban përgjegjësi penale pikërisht për këto akuza. Më shumë se 7 muaj që ato pjesë politike, mesazhin politik që është i dënuar politike ka dhënë. E ka përcjell Meta. Nuk bën më fajde tani. Shumë e drejtë. Këto 3 akuza, çfarë rrezikon Ilir Meta me këto 3 akuza?
Tani fatikisht Pra korupcion, mos gaboj, ka një gjë. pasiv. Pastrimi Nëse mbani mend, kishte shumë kohë përpara se të ndodhte arrestimi i zotit Meta që përflitet që Spaku do godasi sot, do godas nesër. Është pritur një vit, 2 vite. Është në akuzë Meta, fal. Se tha këto akuza, nuk është në akuzë. Është i panderë, pra. I panderë, po se ka në akuzë, ka akuzë për petim pasuror. 3 vepra penale. Pa tjetër, vepra penale. si panderë Janë jenë tre. në akuzë. Fatikisht janë për hetim pasuror, pra lobimi dhe çesdia. Tani, problemi është këtu që në rastin konkret, unë besoj që Spaku ka pritur, po themi, momentin e duhur, duke mbledhur prova të mundshme, të paktën minimalisht për të përligjur deri këtë moment procedurial që ka, po themi, një bazë në lidhje me atë çfarë ka ngritur, se nuk besoj që kemi arritur deri këtu tashmë, derisa është ndryshuar tashmë dhe statusi dhe është i panderë në këtë proces, dhe gjykoj që nga ana e formale, në kuptimin e akuzës, besoj që jemi brenda kushteve dhe kriterëve të paktën për seancën paraprake që çështja më pas të kalojë për gjykim. Se sa do ketë mundësi prokuroria që ta mbrojë, po themi, në rastin konkret, në lidhje me fajësinë e zotit Meta, kjo është e gjitha për të parë, sepse besoj që do shkojmë në gjykim të zakonshëm, do jetë një gjykim maraton me goxha dëshmitar në raste konkret të cilët besoj që do thirren nga mbrojtja përveç se nga organi i prokurorisë. Kështu që pavarësisht se në deklaratat e para, edhe pse nuk janë bërë publike, duket sikur të paktën ato dëshmitë që janë dhënë nga shumë po themi bashkëpunëtorë të zotit Meta, fatikisht e kanë rënduar një farë kuptimi pozitën e zotit Meta në lidhje me këto akuzat. 3 akuzat e korrupsionit, pastrimit parave dhe fshehjes pasurisë. Po se janë këto pra akuzat. Lobimi. Nuk është kjo akuzat dhe hetimi pasuror. Hetimi pasuror është hetimi që bën prokuroria. Akuza është pastrimi i produktit veprës penale. Për këto 3 çështje pra, janë çështjet që akuzat kanë korrupsioni pasiv, pastrimi i produkteve veprës penale dhe fshehja pasurisë. Më e rënda është pastrimi. Më saktë fshehja të ardhurave. Fshehja të ardhurave. Më e rënda është pastrimi. Pastrimi i produkteve veprës penale është sa rrezikon Ilir Meta me është goxha tash, nuk duhet ta 7-15 është pastrimi i produktit veprës penale. Tani do të bëjmë llogari pastaj vepër e rëndë. Po, ajo është më e rënda. Me veprat e tjera. Pastrimi ajo që quhet rëndon pastrimi parave. Harroni se këta rrugës Kjo është vepra më e rëndë. Që ka sa vite ka? 7-15. Dhe në raste të rënda, besoj që është kur ka 3 vepra merret ajo që është. Me përthithje kemi shpjeguar njërë. Pastaj është me përthithje është histori e gjatë. Është histori e gjatë, po do të dim veprat njërë, se mund të shtohen rrugës, siç ashtu zotit Velia. Ose mund ndoshta edhe mund të pushohet ndonjë rrugës, pra nuk dim se çfarë ndodh, edhe në seancën paraprake, pra ne nuk dim. Pra këto janë ato që mendon prokuroria se zotëria ka shkel ligjin. Pastaj janë konkretisht fillojnë ato, ta thënë konkretisht për këtë mund të shtojnë dhe rrugës. Shkojmë në një hapësirë të fundit publicitare dhe rikthehemi me 10 minutat e fundit, pas pak. Rikthehemi në transmetim të drejtë për drejtë, u ndjek tani një sket përgatitur nga kolegët e redaksisë së Report TV në raport me çështjet për cilat Meta akuzohet nga SPAK. Janë 3 çështje dhe që lidhen me lobimin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kur ai ishte kryetari i LSI-s, çështjen e çesdias kur ishte ministër i ekonomisë dhe një çështje që lidhet me hetimin pasuror. Ndjekim kronikën dhe rikthehemi në studio. Ilir Meta kishte një objektiv të përfitonte 10 milion euro nga afera Çesdia. Shifra del nga dosja që e çoi në qeli. Ish presidentin Ilir Meta dhe ish bashkëshorten e tij, kryemadhi, të dy tashmë zyrtarisht të pandehur. Për shifrën 10 milion euro në një prej aferave më të rënda në Shqipëri, atë Çesdia, SPAK i referohet deklaratave të Elvis Matajt, ish bashkëpunëtor i ngushtë i Metës, një prej personave kyç për zbardhjen e dosjes i cili ka pranuar të bashkëpunojë me drejtësinë. Historinë e aferës Çesdia, SPAK e nis me krimin e kompanisë së Kastriot Ismailit, Debt International Advisory, në offshore në Virgin Island me 5 korrik 2010, ndërsa dega në Shqipëri me 4 gusht të po ati viti. Ndërkohë që një marrëveshje me bordin e Çezu firmos më 1 shtator, pra as një muaj më pas, duket qartë se prokuroria këtu dyshon se qëllimi i krimit të kësaj kompanie ka qenë pikërisht kjo marrëveshje. SPAK thot se nga hetimet ka rezultuar se Ilir Meta, si ish ministri energjetikës, përdori pushtetin për lidhjen e kontratës për borxhet e Çez, ku dia me administrator Kastriot Ismailin fytoi 6.5 milion euro, edhe pse nuk përmbushte kriteret ligjore. Në këmbim SPAK thot se Meta ka kërkuar dhe ka marrë shumë të konsiderueshme parash, kur si ministër duhet dhe të monitoronte zbatimin e kësaj kontrate. Hetimi i dytë është ai lobimit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. SPAK thot
se në vitet 2016-2017 Ilir Meta si kryetari i LSI-s lidhi kontrata lobimi me 2 kompani amerikane dhe vetëm një pjesë e parave është bërë përmes llogarive të LSI-s, ndërsa shifra $463.000 jo, madje këto para as nuk janë pasqyruar në bilancet e shpenzimeve në KQZ. Një diferencë për mbi $369.000, thot SPAK, është paguar nga një entitet i pa deklaruar nga partia LSI. Hetimi pasurori i Meta Kryemadhit zbuloi se në vitet kur ata ishin çift bashkëshortor më i fuqishëm në politikën shqiptare, kanë siguruar pasuri të paligjshme të cilat dyshohet se i kanë pastruar dhe i kanë fshehur duke përdorur edhe familjarët. Një episod që ngre dyshime për pastrim parash nga çifti Meta Kryemadhi, SPAK e lidh në blerjen e një apartamenti €310.000 në zonën e ish-bllokut në Tiranë, të justifikuar me një kredi të marrë nga nëna e Monikës Fatime Kryemadhi. SPAK evidenton gjithashtu shpenzimet e padeklaruara mjekësore të çiftit gjatë viteve 2013-2019 në total €106.000, 86.000 prej të cilave paguar në kesh. Një çështje tjetër në ngarkim të Metës dhe Kryemadhit shkon në vitin 2014, kur sipas SPAK të dy kanë ndërhyrë në institucione shtetërore dhe kompani celulare, që një firmë huaj të futej në tregun e fibrave optike për shërbimin e internetit, bëhet fjalë për kompanitë Unifi Communication INC. Avokat, parashikon një proces të gjatë? Duke qenë se tashmë dihet që do jemi me gjykim të zakonshëm, normalisht do kemi një proces të gjatë, kur t'jemi në themel, normalisht, pavarësisht se unë shikoj që tendenca e zotit Meta, të paktën me veprimet që shikoj, nuk është për ta zvarritur procesin. Në fakt, për së vërtetës, madje sot mos gaboj kishte pritur për orë të tëra se donte të shkonte në orën 2 në seancë. Pra, ai po kërkon që të përballet sa më shpejt me akuzat, të përballet sa më shpejt me akuzat, të përballet në gjykatë, pra çështja të shkojë në gjykatë, sepse më pas e dim shumë mirë që gjykimi i zakonshëm normalisht kërkon shumë kohë, po të kemi parasysh që një nga elementet bazë që ka gjykimi i zakonshëm është pyetja e dëshmitarëve. Kjo bëhet nga të dyja palët, po themi, proces si nga prokuroria, po ashtu dhe nga mbrojtja. Dhe besoj që do të jetë një element kyç, sepse kemi të bëjmë më shumë me konfirmim të atyre deklarimeve që janë bërë në fazën hetimore. Dhe prandaj merr një rëndësi shumë të madhe, po themi, pyetjet dëshmitarëve në këtë proces. Është një moment kyç fatikisht në gjykimin e zakonshëm. Duhet kemi parasysh një gjë që, shiko, duket sikur veprat nuk janë, po janë goxha dhe nëse do i marrim vitet, ju më pyetët që para, po nuk dua të bëj gjykatën ose gjyqtarin, po në rastin konkret, nëse jemi tek fshehja e ardhurave që është gjob dhe me burgim gjerë në 3 vjet. Nëse do marrim korrupsionin pasiv që është, ose më mirë themi, është 4 deri në 12 vjet. Nëse do marrim pas pastrimin për duvet penale që është 7 deri në 15 vjet, si do që të rrotullohemi, pra nuk shkojmë poshtë, po themi 10 vjeçar, po themi. Kështu që janë akuza që realisht do duhet ketë një përballje. Mendon që nëse Ilir Meta do kishte fituar një mandat do ta kishte më të vështirë për SPAK-u apo nuk do shkon asgjë? Nuk besoj, sepse në rastin konkret, pavarësisht të mund të konstatohet si deputet i zgjedhur pa pajtueshmërie në rastin konkret në lidhje me masën e arreshte, duke qenë se do duhesh domosdoshmërisht të shpreh kuvendi, nuk besoj që do kishim një situatë ndryshe. Për sa i përket, do duhet të përballem me akuzat. Tashmë gjithçka është juridike, gjithçka është në gjykatë dhe e ritheksoj, do duhet që politika për një moment në përballjen në gjykatë të qëndrojë jashtë. Pavarësisht se është artikuluar, ashtu se zoti Berisha që ky është një proces i montuar me prova të cilat apo për vepra të cilat mund të ndodhur edhe përpara 10 vjetësh, siç është rasti i Qes Dias, kështu që madje ka dhe të dënuar në rast konkret siç është zoti Ismaili, kështu që besoj që në proces do kemi goxha dhe diçka, avokat, kontradikta në lidhje me pozita juridike e Monika Kryemadhit është e njëjta? Pak e shumë, vepra, po themi pak më në rastin konkret, sepse më pas do shikohet edhe pjesa e se si vepra, ose më themi, nga anë objektive pra është realizuar. Pra, besoj që ka një pozit pak më komode, po themi, zoja. Fakti i qenurit gruash shpëton atë nesër nga një penalitet? Ajo përpas është tek rrethanat lehtësuese, nuk kemi ardhur. Jemi shumë herë. Anri, si e shef fatin politik të Metës dhe Partisë Lirisë pas këtij zhvillimi dhe të kujtoj një detaj që Meta pavarësisht se në një farë mënyrë denoncoi manipulimet, ato që pak a shumë bën doktori për ditë, por nga ana tjetër kërkoi dhe analizë nga të tjerët kur u tha me një urdhër mos gaboj nga burgu që më jepni përgjegjësit e këtij rezultati të dobët. Në këtë drejtim, si e shikoni fatin e Partisë Lirisë?
Apo do kemi një shkrirje me PD-n këtë tutje? Unë nuk ka lidhje fali i Partisë Lirisë ishte i parashkruar, që në momentin që dështuan jo vetëm këto zgjedhje, po dhe zgjedhjet e kaluara për të treguar se kishin ruajtur forcën ose atë grinten që pata nisur në fillim, shqiptarët u lodhën me pragmatizmin e zotit Meta, nuk besoj. Pra, kjo lloj çështje, kur flasim për këtë lloj çështje, zoti Meta është një çështje që zgjat me vite. Okej, lere çështje juridike. Me këtë çështje juridike, mund të mbahet partia apo jo? Këtu ka mbaruar fati, pra këtë jam të thënë. Kjo është shpjegimi që këtu ka mbaruar ecuria politike e zotit Meta. Pra, kur zoti Meta krisje më të madhe e kishte pas 11 janarit, kur doli ai video, kur shqiptarët e panë me zë dhe figurë, pavarësisht se pastaj u dha se ishte e montuar, sot jemi përpara ca fakteve që kanë dyshimin, prokuroria e posaçme ka dyshimin e arsyeshëm se për disa çështje shumë të rëndësishme që janë përfolur në media, zoti Meta jo vetëm që është nën akuzë, por edhe mund dënohet, edhe akuzat janë shumë të rënda. Pra, kur flasim për 7 deri në 15 vjet përpasim për duke vepër penale, por nëse kjo vepër penale është bërë dhe nga individ që të palishëm, rëndohet edhe më tepër akuza, po flasim për 15 vjet, kështu që në bashkëpunim flas, se quhet në bashkëpunim me Pa Ilir Metën, mund të ekzistojë Partia e Lirisë? Nuk e di se kush mund të ekzistojë pa Ilir Metën, por nëse Ilir Meta do donte gjente një rrugë zgjidhje, ne e pam të zgjedhjet, diskutonim gjithmonë që nëse Ilir Meta do merrte mandatin e deputetit për të shpëtuar minimalisht arrestit me burg, masës arrest me burg, në mundësi që duke qenë i lirë të kishte i mundësi të përballej me drejtsinë, si thuash, jo nga qelia e ftohtë e burgut. Por nëse do e donte këtë, do t'i kërkonte të paktën 2 deputetëve që donin nga lista e sigurt e Partisë Demokratike, t'i jepnin të njërit të ishte dorë nga mandati, që një mandat shkonte për zotin Meta, se nuk e di tani si janë votat, nëse është e mundur. Problemi është se nuk e bën as atë sepse po pra prokuroria e posaçme duke ditur akuzat, prandaj po them që ndoshta zoti Meta nuk e kuptoi, është strategji kjo, apo është për të thënë që unë jam i dëmtuar politikisht dhe kjo çështje të kaloj në gjykim, pastaj dënohet, të marrë ato që ka për atë dënimin e caktuar, se e nisi me shumë vrull, me vojokusha me sfurqe dhe çfarë do mbëni ju mua, dhe pastaj retorika u dobësua dhe kemi ngelur te retorika që ma ka bërë Rama dhe nuk më ka tani se ma ka bërë Rama, nuk mund të eci me këtë. Prandaj avokati ka drejt kur thotë që zotëria duhet nisi mbrojtje. Do fokusohet tek mbrojtja juridike. Përveç se kanë nisur, duhet në argumente juridike që ti nuk je fajtor, përveç se të bindi shqiptarët që kishte të drejtë, duhet i bindi, pra kur thoshte që jam arrestuar politikisht, do t'i bindi dhe që s'kam bërë asnjë faj. Se nuk e bën më pat fajshëm nëse të kanë arrestuar politikisht, por të kanë marrë se duhet të merrin, panderë. Avokat, një pyetje, tani me nëse, po me që jemi në minutat e fundit, se këtu flasim për strategjinë. Në rast se Ilir Meta do ishte deputet nga lista e mbyllur, pra në rast se do ishte në vend të Tedi Blushit, do ishte sot deputet? Atëherë qysh në momenti do ta pengonte akuza zyrtare e Spakut për të shkuar në parlament? Absolutisht jo. Se këtu pastaj flasin te taktika e gabuar Ilir Metës atëherë. Mos ngatrojmë një gjë. Po. Në momenti që ai është deputet, pra shpallet deputet, në rastin konkret, nga KQZ-ja, ai quhet deputet i zgjedhur. Pra me vendim përfundimtar. Pra jo në këtë moment procedural që jemi. Pasi të përfundojnë të gjithë, po themi gjithë procesin. Supozojmë që ishte në vend të Tedi Blushit, se ajo ishte oferta që i ofroi Berisha. Nëse certifikohej, është e papajtueshme, pra nuk mundet dot të qëndrojë një person i cili është deputet në këtë masë arresti pa marrë vendim forma shpreh. Jo, pa marrë miratimin e parlamentit. E këshillit mandateve. Por ama, këtu më pas do hynim në një ngërç, për mendimin tim, kushtetues. A ka fuqi ky parlament që të mbledhë këshillin e mandateve për një deputet i cili do të jetë në të ardhmen, pra i cili do të betohet në konstituimin e një parlamenti të ri? Ky do të ishte një ngërç, për mendimin tim kushtetues, goxha problematik, por ndoshta një kazus. Jo, se e kam dëgjuar dhe me drejt, ky këshill që kemi aktualisht,
nuk mund të shprehet për një person që s'është deputet. Mund të shprehet për ata të cilët mund t'jenë. Që do thot, mund të ndodhte që ai deri sa të bëhet konstituimi i parlamentit mund të ishte në liri. Në liri, deri në shtator. Deri në shtator, mund të ishte në liri. Qasja ose strategjia që ka pasur zoti Meta nuk ka qenë e gabuar, fatikisht, për të marrë gjithë energjit partijake, të fokusoheshin vetëm tek kandidaturë e tij, por për mendimin tim nuk ka ditur se çka ndodhur me partinë. Por nuk ka qenë ama qasja e garancisë totale. Lista e mbyllur do ishte për të një shpëtim. Ka qenë i bindur që minimalisht do i kishte aq vota Partia e Lirisë, sa për të nxjerrë një deputet. Por ama, për mendimin tim, i ka bërë llogarit gabim, sepse duke qenë brenda, e ka të pamundur, pra sado që të mundoheshin Blushi me Erisa Xhixhun, të cilët ishin sigurt, pra tek Partia e Lirisë ka ndodhur ajo që ka ndodhur edhe te Partia Demokratike apo ndoshta në partitë e tjera. Kush ka qenë në listën e sigurt, me thënë të drejtën, nuk është se ka bërë, po them, një luftë të madhe në rast të konkret. Dhe aty ku ai ishte prezent, me thënë të drejtën, duket ndoshta pak si cinizëm, aty ku ishte prezent që ishte në burg, fatikisht fitoi shumicën e votave. Kishte më shumë vota, po. Kështu që në rastin konkret do duhet të jesh prezent me njerëzit, sado që ti mund të jesh kryetar partie apo lider i një informacioni politik. Kështu që atë jam mësoj burgu. Që do të thotë, atë jam mësoj burgu, nuk jam mësoj. Do të thotë oferta, ata aty brenda respektuar. Oferta e Berishës ishte më realiste. Berisha me drejt, pas ka pas drejt kur tha ai nuk mund të bëj fushat nga burgu. E tha, zoti Berisha Këtu është një le të themi gabim politik i Lirmetës. I doli borxhit. Mirë, ndërkohë kemi ardhur në fund të bisedës mbrëmjes së sotme. Këto janë dy temat kryesore. Ne besoj Anri nuk e di nëse ka ndonjë zhvillim nga mazhoranca tek mbledhja e qeverisë premten për ta mbyllur 30 sekonda. Asnjë që nuk besoj se kanë. Nuk do ketë një. Nuk shoh fare entuziazëm mirë që kanë fituar zgjedhjet nga ana mazhorancës, besoj kështu që. Po pyetja ime është, a do ketë ndryshim qeverie te kjo legjislatura, apo do pritet legjislatura tjetër? Në ato informacione që ke. I ta them, për momentin nuk është nuk e besoj. Te tjetra besoj se po, kurse tani nuk e besoj. Sepse s'ka asnjë lloj indicie që do bëhet tani. Edhe ai që thot Rama do mendohet, nuk bëhet aq kollaj. Do të ketë oferta, se po e bëjmë sikur ngrihet Rama në 12 natës, pa kur e thriste Luli, e do thot tani duk këtë. Nuk funksionon. Do të pyesësh dhe kandidatin, pavarësisht se si funksionon. Kandidat do pyesë. Çfarë do pyesë? Kandidatin. Personin që... Po qa, fleta, po vendose aja ty... Do të marri Rama në telefon, të je ministrë, do të refuzosh ti? Unë valajnë e refuzoj se nuk ma shumë me fjallë me qenë ministri i Ramës, Jaku i ke Reqerekun i ke në burgë, kupton? Mirë, faleminderit. Dhe nga opozita nuk më pyete. Jo, por këtë... Këta, o Denis, këta donë, më falë, edhe fundit e mbylla, këta donë që të qërosh gështeje me durët e tyre që këta mos bëhen pisë. Ju të opozitës jeni pushim përparim. Si jam dakord. Ne të opozitës jemi... Edhe 4 vite pushim. Duke faktuar... Manipulimin e grabitin e votat. Faleminderit, ndërkohë ai që është më rëndësishme, pavarësisht retorikës së Zotit Berisha, qytetari është absolutisht shumë i qetë, nuk ka asnjë, si të thuash, atmosferë. Kjo ndoshta është nga ato zgjedhje që unë ndjek edhe ndjek që nga viti mos gaboj 2001, kjo është atmosfera më e qetë post-zgjedhore që ka patur vendi, që tregon edhe një herë se të paktën në këndvështrimin e qytetarit nuk ekziston një problem që lidhet me zgjedhjet. Falenderoj edhe dy kolegët që më shoqëruan në këtë pjesë të dytë. Natën e mirë dhe mirupafshim.